Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i kalon për pak orë qelin në paraburgimin e Durrësit dhe ka mbërritur në gjykatën kushtetuese në Tiranë, ku do të shqyrtohet në një seancë publike ankimimi i tij kundër vendimit të qeverisë për shkarkimin nga detyra. Velia i doli me pranga nga furgoni i drejtorisë së burgjeve për të hyrë në sallën e gjykatës kushtetuese, ku do të ankimojë shkarkimin e tij nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Ai u shfaqi i qeshur, ndërsa në një moment të shkurtër ju drejtuai dhe gazetarëve prezent para godinës së gjykatës. Seanca nis në orën 10 dhe relatori do të jetë Sonila Betja, avokatët e Veliajt janë Ermal Yzeiraj dhe Alban Dokushi. Gjykata kushtetuese njoftoi më herët praninë e Veliajt në seancë pasi kishte shprehur vullnetin e tij. Për këtë arsye, gjykata kërkoi nga drejtoria e burgjeve marrjen e masave për shoqërimin e tij nga paraburgimi i Durrësit, ku ndodhej prej muajit shkurt, si edhe spakun. Më 25 shtator, Këshilli i Ministrave e shkarkoi Veliajn me 50 vota pro, pas propozimit të Këshillit Bashkiak, duke u mbështetur në nenin 62.c të ligjit për qeverinë vendore, me argumentin se nuk është paraqitur prej 3 muajsh në detyrë. Më 1 tetor, presidenti Bajram Begaj dekretoi zgjedhje të pjesshme edhe për Tiranën, por edhe këtë e ankimoi në kushtetuese. Dekreti u pezullua me vendim të ndërmjetëm nga gjykata deri në shprehjen përfundimtare për shkarkimin e Veliajt.